Ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro, ka inspektuar nga afër punimet për rikonstruksionin e godinës së Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave në Universitetin Politeknik të Tiranës, një investim i shumëpritur nga studentët dhe stafi akademik, ku godina ka ruajtur origjinalitetin dhe vlerat historike të arkitekturës së saj, ndërsa janë krijuar kushte mësimdhënieje me standarde bashkëkohore, në një hapësirë prej 4500 metra shkatror. Jemi sot në fund të kantierit që shpresoj po mbaron së shpejti të Fakulteti Gjeologji Minierave, por që nuk është thjesht një fakultet dhe një ndërtesë, është edhe monument kulture. Si ish Ministri i Kulturës e mbaj mend sepse jam marrë me projektin e restaurimit, kështu që vjen shumë mirë që po i afrohemi fundit. Ministria nënvizoi se ky investim është pjesë e një serie të gjerë projektesh që po zbatohen në arsimin e lartë, përfshirë edhe Fakultetin e Arkitekturës në të njëjtin universitet. Kumbaro theksoi se synimi kryesor në arsimin e lartë mbetet ndërkombëtarizimi i universiteteve dhe bashkëpunimi me institucionet arsimore europiane. Kjo është pjesë edhe, duke qenë se po flasim për investime në arsimin e lartë, është pjesë e një serie projektesh që Ministria e Arsimit dhe Qeveria kanë marrë përsipër dhe kanë mbështetur financiarisht me qëllim që të përgjigjen nevojave të institucioneve të arsimit lartë. Siç janë Fakulteti i Arkitekturës, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës, për Universitetin Politeknik, por gjithashtu jemi në mbyllje të procesit dhe të përgatitjes projekteve për atë që quhet Kampusi Universitetit të Tiranës. Është një seri e gjatë në fakt ndërtesash. Bashkia Tiranë është në fazën finale të mbylljes së oponencave teknike për të 17 objektet, një pjesë janë ndërzuar, një pjesë janë në ndërtim, dhe duam bëhemi gati që të parashikojmë buxhetin për të filluar në mënyrë graduale, sepse bëhet fjalë për 17 objekte të shpërndara në lokacione të ndryshme në Tiranë. Është investim i madh dhe në funksion dhe të interesave dhe të prioriteteve që do përcaktojë vetë Universiteti i Tiranës. Ajo që ne kemi si synim që është ndërkombëtarizimi i universiteteve, patjetër hapja qoftë universiteteve tona, po dhe një tregu, le të themi, kombëtar për universitetet huaja ndërkombëtare, është vetëm e ardhme që ne duhet parashikojmë, sepse në 2030 nuk do jetë më ky tregu ynë i vogël ku ne konsumojmë vetveten, po do jemi përballë një konkurrencë shumë më të madhe. Investimet në infrastrukturën universitare po shtrihen edhe në qytete të tjera të vendit. Në Universitetin e Durrësit po përfundojnë disa projekte, ndërsa po përgatitet masterplani për një kampus të ri. Ndërkohë, në Universitetin e Elbasanit dhe në Universitetin Bujqëzor vijojnë investimet për përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve të mësimdhënies.